duhet rregulluar dhe ti nuk e di fare se Lasevita mund të jetë një misionar për të rregulluar këtë situatë. Pse e ndërton me hipotezë negativiste kur është krejt pozitiviste dhe pse thashu nuk ka ndodhur, sepse iniciativa ti nuk është iniciativë për të justifikuar një marrëveshje me Partinë Demokratike, sepse iniciativa ti për të justifikuar marrëveshjen vazhdon për gjatë 30 ditëve në mënyrën si do e ndërtoj fushatën elektorale Partia Demokratike. Dhe këto janë pjesë e domosdoshme e zvërtetës reale politike, të realitetit politik që duhet ndryshuar në Shqipëri dhe të zgjedhjes së strategjisë për të bërë betejën politike me kundërshtarin politik. Zoti Boçi, pse Rama e përdorin 2023-shin Luciano Boçi është anti-amerikan? Pse e përdori? Pse ju nuk e ndaluat? Pse nuk e thirrët këtu e thonit pse e përdor këtë gjë? Kjo nuk është zyrtare, kjo nuk është kështu. Pse bëni tashi sikur gjërat nuk i dini si ka ndodhur? Zoti Boçi, dhe Rama e përdori këtë fjalor. Sepse ai do më thoshte mua, ke dëgjuar deklaratat e tyre që i konsideron kriminal, i konsideron bandit zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kush e ka dhënë? Po Blinkeni nuk ka epitet pa i lënë zyrtarët e Partisë Demokratike. Unë isha kriminal edhe bandit? Jo, Zoti Rama do thoshte që i keni dëgjuar deklaratat kur thoja që dilte Rama dhe vinte në Elbasan, thoshte ai është non grata për Lucianon ose është anti-amerikan. Pse nuk shqetësuat ju, që nuk është linjë zyrtare ajo, që nuk duhet përdor, sepse është fushatë elektorale. Por e pranuat, madje i fusti dhe në një buzëqeshje të vogël, pranuat edhe pasojën. Pra, dhe një herë, ja, të ndërtojmë gjërat vërteta dhe të bëjmë biseda me këmbë tokë. Transparenca, zoti Boçi, ka qenë një nga akuzat që Partia Demokratike ka adresuar ndaj Partisë Socialiste. Transparenca financiare, transparenca të ndryshme. Ju si nënkryetari i Partisë Demokratike, a duhet të bëj Partia Demokratike kontratën, transparencën me strategun amerikan? Sa ka kushtuar zotëria që vjen në Shqipëri? Si do paguhet zotëria? Jo, është një gjë që një urë lidhse, pra për treguar e para se si do jetë pushteti pas 11 majit. Si do jetë pushteti pas 11 majit? E bërë pyetjen. Po ja prit përgjigjen. Sepse edhe unë duhet bëj transparencë. Edhe unë si do përdor fondet, unë jam pjesë e Partisë Demokratike dhe ka disa hapa ligjor për të bërë transparencën. Pas zgjedhjeve, 60 ditë pas zgjedhjeve, bën të gjitha raportimet financiare të subjekteve politike dhe të kandidatëve për deputet. Ju lutem shumë, duroni dhe respektoni ligjin dhe afatet ligjore kur bëhet transparenca. Jo se ju teket juve, nuk e kam me stigmatizim, i teket dikujt që të thoj e bëre bjeri qikat e letrën, ka afate ligjore. Sepse në qoftë se është kështu dhe ju vdisni për transparencën, shkoni trokisni tek zyrat e qeverisë, që ka 12 vite që ju ka vënë kyç juve mediave për transparencë, ka marrë dhe vendime dhe ju nuk guxoni të kërkoni një dokument atje dhe ju shqetëson transparenca. Shumë e vërtetë kjo që thoni, por sa bukur, sa mirë, bravo. Por Partia Demokratike duhet ta tregojë që tani që është ndryshe. Pse duhet ta tregojë që? Po tregoj që është ndryshe, që nuk dallon nga Partia Socialiste. Është ligjore më Partia Demokratike. Se ne qytetarët nuk duan të heqin zotin Rama dhe cilin ta shpjegova ligjin. Nga aja deri tek zhëja, 60 ditë pas datës 11 maj, partitë politike, kandidatët për deputet janë të detyruar të dorëzojnë raportin financiar tek KQZ-ja, e cila e bën publike. Nuk kemi parti populiste ne që dalim me letra pa letra. Ne kur bëjmë denoncime kemi fakte konkrete. Momentin që raporti financiar i shpenzimeve të Partisë Demokratike do shkojnë KQZ, do e shpalli ajo, shko merr edhe ti. Dhe thash, mos e keni ka shqetësim, se përdoja transparente ka qenë gjithmonë. Ju, transparencën duhet ta kërkoni ku i gjem parat Rama, që bën shout e tij, ku i gjem parat për vjedhur, për të grabitur, për të bler vota, ku i gjem parat e tjera për të bërë qefet e ti, ku i gjem parat për të bërë kofshin e Edenit, për atë verën 33.000 euro, sa kjo është transparencë. Dhe transparenca në rreth parë kërkohet nga parat e buxhetit, nga qeveria, dhe ti këtu nuk e gjen, atëherë ne do të japim transparencën, edhe si parti politike dhe nesër kur të jemi në qeverisi. Zoti Boçi, qytetarët kanë disa adresa opozitare për të votuar. Një pjesë e adresave janë fraksionet të Partisë Demokratike. A ndjet Partia Demokratike një lloj përgjegjësie ose ka
bërë një analizë se sa do t'jetë kostoja që do t'japin këto fraksione Partisë Demokratike në 11 maj. Është fraksioni i zotit Shehaj, fraksioni i zotit Ali Bejaj, fraksioni i zotit Shehut Da Shehi që gjithashtu ka një koalicion me zotin Enkeleta Ali Bejaj. I LZHK-s, po ka qenë pjesë e listës Partisë Demokratike dhe koalicioneve të partisë. Po, në listën e Partisë Demokratike ka qenë në 2021-shin. Pra janë disa fraksione, le të themi. Juve e para, ka Partia Demokratike një lloj përgjegjësie që nuk i ka bërë bashkë për 11 maj, dhe e dyta, cila është kosto elektorale që do t'japin Partisë Demokratike në 11 maj. I keni llogaritur, i keni bërë kalkulimet? Përgjegjësia e një force politike është deri momentin që ajo përdor gjitha format e komunikimit politik për t'i ftuar, për t'i bërë bashkë, për të gjetur aty qëllimet e përbashkëta dhe për të bërë detyrën që opozita ka përballë publikut, detyrë që është në raport me qeverisjen për ta rrëzuar një qeverisje aq më tepër, një qeverisje kaq të korruptuar siç është ajo Edi Ramës. Kjo është detyra e forcës politike. Bën thirrje, i fton tryeza, ata nuk duan, nuk pranojnë se kanë argumentat, gjoja në thonjza atyre dhe vazhdojnë të realizojnë një Pse gjoja, zoti Boçi? Po gjoja se nuk qëndrojnë. Një opozit në misionin e saj e ka të shkruar, duhet të marrë drejtimin e vendit. E ka të shkruar në ADN-n e politikës, është e shkruar opozita është alternativë dhe duhet kërkoj. Kur një opozit thotë që unë do bëj opozit për tyrë në opozit, thënë këtu ka mbaruar funksioni politik i çdo force politike. Dhe kur një tjetër thotë që unë po hyj në zgjedhje që të bëj edhe një herë tjetër zgjedhje, edhe këtu ka përfunduar misionin politik. Dhe kjo, domethënë, varet nga përgjegjësia që kanë forcat e reja politike në raport me ambientin politik shqiptar, si e ndërtojnë ato strategjinë politike në raport dhe me kërkesën që ka Partia Demokratike. Thirrjet tona nuk kanë munguar për gjithë forcat.